Maj viti 2025 sjell me vete një sër mundësish dhe ndryshimesh që ndikojnë të gjitha shenjat e horoskopit. Sa kaq, sipas astrologëve, yjet do të favorizojnë gjatë gjithë këtij muaji më së shumti një shenjë të horoskopit. Bëhet fjalë për binjakët. Nëse i përkisni kësaj shenje të zodiakut, atëherë përgatituni për një periudhë plot mundësi dhe zhvillime pozitive, qoftë kjo për karrierën, jetën personale apo edhe për shëndetin tuaj. Ndikimi i Marsit e bën këtë periudhë ideale për veprim, fillime të reja dhe në përgjithësi për çdo që dëshiron të bëjë ndryshime personale dhe profesionale. Binjakët janë gjithashtu të njohur për aftësitë e tyre të komunikimit, gatishmërinë për të mësuar dhe marrëdhëniet e këndshme shoqërore. Ky muaj është ideal për ata që duan të bëjnë një ndryshim në punë dhe në jetën e tyre personale. Pra, nëse përkërkoni kohë për të bërë lëvizje të guximshme ose për të marrë një rrezik për diçka të re, atëherë maji i vitit 2025 është mundësia perfekte. Shfrytëzoni këtë muaj për të bërë hapet e para në punë të reja, për të filluar projekte të reja ose për të provuar të ndryshoni diçka në jetën tuaj të përditshme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.